محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, e falenderojmë Allahun Teala që na ka mundsuar të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit, ta shfrytëzojmë atë dhe ta përfundojmë atë në mënyrën më të mirë. Shpresojmë shumë dhe lutemi ditën edhe natën që Allahu të jetë ndaj kënaqur me ne, sepse ne si besimtar musliman besoj dhe shpresoj që të gjithë jemi të kënaqur me këto begati, këto dhunti që na I ka dhënë Allahu te bareke ve taala, e në veçanti këto sezona të begatshme, siç ishte sezona e muajit të bekuar e Ramazanit. Andaj falenderoni Allahun, falenderoni shumë, sepse Allahu te bareke ve taala u ashton të mirat e tij. Dhe Allahu Teala thot: la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Nëse ju më falenderoni mua, unë u ashtoj të mirat. Po nëse I mohoni të mirat që a kam dhënë, atëherë dijeni se dënimi më është I dhimbshëm. Andaj e falenderojmë Allahun e madhruar për të gjitha ato të mirat të cilat I kishim gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, po dhe të mirat të shumta të panumërta të cilat I kemi edhe tash në këtë sezon të re që jemi, edhe kjo sezon e begatshme, sepse prej ditës së parë të Fitr Bajramit, besoj që e dini kemi hyrë sezonën e haxhit, edhe haxhinjët, ata të cilët kanë vendosur për me shku me kry këtë urdhër të Zotit, I kanë filluar përgatitjet edhe më herët, por tash fillojnë ato përgatitjet më intensive që të jenë të gatshëm kur të shkojnë në vende të shenjta, ta kryejnë këtë adhurim që është obligativ për ata të cilët I kanë mundësit, I kanë kushtet materiale. Ata që shkojnë këtë vit, Allah I begatoft me të mirat e tij dhe u apranoft haxhin dhe çdo adhurim që e bojnë atje, e ata që nuk kanë pas mundësi këtë vit, e lutim Allahun Teala që të përgatiten për vitin tjetër. Koha ideale, koha më e mirë për të regjistruar për vitin tjetër është tash, sepse çdo ditë, javë apo muaj e rrezikoni haxhin tuaj se ndoshta nuk ka vende të lira për vitin tjetër. E ata që I kanë pas mundësitë nuk kanë vendosur me shkuar, le të pendohen tek Allahu, sepse është një gjuna në vete me shty haxhin pa arsye të justifikueshme. Andaj lutem Allahun Teala që të na mundson neve dhe juve dhe të gjithë atyre që kanë dëshirë për të shkuar në ato vende, që të shkojnë sa më shpejt. Ajo që duhet ta kemi parasysh të nderuar vëllezër tash pas Ramazanit, është që ta përcjellim atë me lutje dhe dua të shumta që Allahu të na pranon atë,
dhe të përcjellim agjerimin obligativ farz me agjerim fakultativ, me agjerim vullnetar, sepse paramendoje me agjerua një muaj Ramazan, edhe 6 ditë të këtij muajt Shawal, do të thotë sikur me agjerua të në vitin. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawal, kana ka siyami ad-dahr." Që do të thotë ai i cili e agjeron Ramazanin të tërin, të plot, pastaj e përcjell me 6 ditë të Shawalit, është sikur të ketë agjeruar tër vitin. Është sikur të ketë agjeruar tër vitin. Kjo është një dhuratë tjetër që Allahu te bareke ve taala u jep dhe u mundson vetëm disave prej besimtarve musliman. Nëse kemi adhuru Allahun me sinqeritet dhe seriozitet, edhe me bindje të plot, atëherë prap duhet me adhuru Allahun, sepse Allahu Zoti ynë që ishte në Ramazan është edhe jashtë Ramazanit. Dhe nëse ka kaluar Ramazani, ka mbet Allahu. Nëse ka kaluar Ramazani, ka mbet namazi. Nëse ka kaluar Ramazani, ka mbet kush? Leximi i Kur'anit. Ka mbet namazi i natës. Ka mbet sadakaja, ndihma për nevojtarët, ka mbet vizitat e ndërsjella, ka mbet mbajtjet e lidhjeve farefisnore. Me një fjalë, ka mbet adhurimet të lloj-llojshme edhe jashtë Ramazani, ndoshta jo të gjitha që shikishëm në 10 e fundit, por shumica e tyre janë edhe jashtë muajit të bekuar, muajit të Ramazanit. E di edhe besoj që ndoshta edhe kemi tepruar me ligjërata, e di që nuk jeni disponuar për ligjërata, sepse prezenca juaj e dëshmon çfarë interesimi keni në për derse. Në të gjitha xhamiat e kryeqytetit thujsëm të gjitha mbahen derse, ndërsa prezenca zbesoj në asnjë xhami që e kalon 100-shin. Që do të thotë me një farë mesazhi po e japin besimtarët që bollse një farë forme ndoshta edhe keni tepruar në Ramazan. E unë po ka them këto që do të vijë koha që nuk do të ketë derse në për Ramazan. Se të gjithë hoxhallarët, edhe one e dim që Ramazani është për veti, dhe duhet me shfrytzu për veti. Mirë po, hoxhallarët e nderuar po e lanë veten keq për juve. Për çka? Për me juve të disue, për me ju ngrit, për me ja sqaruar xhanat, edhe për me kuptuar mirë. Sepse mësimin që shpe marrin disa të reja për rrjeteve sociale, ma shumë për i çrregullon se sa për i drejton e për i stabilizon. Ma shumë për fut huti dhe konfuzitet se sa qartësi. Kështu që kthejuni librit Allahut, kthejuni të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kthejuni hoxhallarëve, kthejuni dietarëve dhe merrni dijen aty ku kanë marrë të parët tonë të devotshëm, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Tjetër që duhet ta kemi parasysh të nderuar vëllezër, është që një punë një mujore që është bën mirë, besoj se secili prej nesh është mundu me bën mënyrën më të mirë, mos e preshni tash. Mos i pasoni punët e mira me të këqija, se kjo është shenja e parë që nuk janë pranuar ibadetet tona në Ramazan. Po pasoni punët e mira me punë tjera të mira apo të ngjajshme, dhe kjo është shenja e parë që janë pranuar ibadetet, adhurimet tona. Elos Allahun te bareke ve taala që të na fal neve, ti fal prindrit ton, ti fal dietarët, ulemat ton, ti fal mësuesit, këshilltarët ton, ta fal xhamatin ton, dhe të gjithëve të na udhëzon aty ku është Allahu i kënaqur. Elos Allahun ti forcon zemrat tona në fenë e tij, ashtu siç ishte lutur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O Allah, ti që i ndryshon zemrat, o Allah, ti i ndryshues i zemrave, forcoje zemrën time në fenë tënde. Dhe Enesi radhiyallahu anhu i tha: oj dërguari i Allahut, edhe ti sa po e lut Allahun me ta forcuar zemrën? Tha po, se zemra tha është në dorën e Allahut dhe e ndryshon ai çysh dëshiron. E ndryshon çysh dëshiron. Andaj elos Allahun Teala që të na forcon në fenë e tij dhe të na mundson të jemi adhurues jetësor e jo adhurues sezonal. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft edhe me vazhdu me adhurime, me ibadete të ndryshme. Allahu na mundsoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Pastaj të nderuar vëllezër, pas Ramazanit, xhamit shtëpitë e Allahut kanë mbet të boshatisura, kanë mbet për me çajt, ku janë ata të cilët e falshin namazin e taravive, e namazin e natës me orë, e tash po na mungojnë namazin e sabahut, e po na mungojnë namazin e yatsis. E di që në namazin e drekës e ti kindis, jeni në për puna, jeni në për ligjerata, në për shkolla, por nuk po e di dikush a është në ligjerata për shembull në ora 5 në mëngjes apo 5:30 kur falet sabahu në xhamia. Apo ndoshta edhe atëherë i këtë po shkon në për puna, në për shkolla, ka mundësi veç nuk e besoj një gjatë të tillë. Ku janë xhamati në namazin e taravive? Çapo ja merr mendja juve që me namaz të yatsis me qenë neglijent edhe me thonë që është në rregull. Që po ja merr mendja vëllezër besimtar që namazin e yatsis o azaventën namazit taravive që keni bë apo namazin natës. Ato janë namazë vullnetare. Qindra apo mira namazë vullnetare nuk janë të barabarta sa mi farz i Allahut te bareke ve taala. Ju lës për hir të Allahut, nëse e keni pas sinqerisht edhe seriozisht, dëshmojeni tash pas Ramazanit me prezencën tuaj, jo në këtë xhami patjetër, po diku në për xhamia. Po me një fjalë të gjitha xhamit e vendit ton kanë një ndryshim apo një ramje drastike gjatë namazeve ditore në krahasim me namazet që kanë qenë vullnetare si namazi i teravive edhe namazi i natës. E unë besoj dhe shpresoj që populli do të vetëdijsohet, do ta kupton se farzi që është obligim prej Allahut është më me rëndësi, më me prioritet të kryet se sa ato punët vullnetare fakultative. Allahu na drejtoft, Allahu na udhëzoft dhe me kuptu të vërtetën dhe me pasu atë Allahu na mundsoft. Zatën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luste Allahun dhe thonte shpesh herë Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. O Allah, ne paraqit ato të vërtetën, të vërtet. Paraqit na pra, të vërtetën, të vërtet. Dhe na mundso pasimin e saj. Dhe na paraqit ato të kotën, të kotë, dhe na mundso me u largue prej saj. Allahu na bof prej atyre që adhurojnë Allahun gjatë gjithë jetës e jo vetëm në një sezon të caktuar. Allahu na mundsoft me kuptuar të vërtetën dhe pasimin e saj dhe të kotën dhe largimin prej saj. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.